Asgjë që vjen nga Sali Berisha e kur lidhet me Kosovën nuk ka ardhur dhe nuk ka për të ardhur kur ndonjëherë për mirë. Vendimi juaj i Partisë Demokratike i bërë publik dje për të bojkotuar protestën e nesërme mbarkombëtare në mbështetje të UÇK-s dhe komandantëve të saj është thjesht konfirmimi i qëndrimeve dhe i veprimeve kundër interesit Kosovës. Me që thatë se nuk doni të jeni për krah nesh, thatë që nuk doni të jeni për krah kryeministrit. Kryeministri nuk do të jetë nesër në protest. Sigurisht me kushtin që e bëri me kushtin mos e politizojmë. Bëni nuk doni të vini me organizatat e veteranëve të luftës së UÇK-s. Nuk doni të vini me ta, as me ne. Bëni ju një tuaj nesër. Mos po bëni një në Shqup ose një në një shesh tjetër. E me këtë rast, do ju vinë më shumë se kjo është një çështje që na bashkon. Kjo është një çështje nga ato që ne e quajmë, populli shqiptar i quan një komb, një qëndrim. Dhe historia e ka treguar fare qartë. Rasia mund ndodh një herë, dy herë, por jo gjithmonë. Qysh në mandatin e parë, të ati, si president, i parë i vendit aso kohë, me shumë veprime, ju vu ndesh interesit Kosovës. A ishte shkelja e embargos OKB-s kundër furnizimit me naftë Miloševićit në dëm të Kosovës? Po apo jo? Si ka mundësi që në krye të kësaj shkelje të embargos ishte vetë shteti dhe vetë Partia Demokratike? Si ka mundësi që të gjithë dëshmitarët e atij takimit famshëm Berisha Milošević u përndoqën, u arrestuan dhe u vranë? Si ka mundësi që pas takimit Berisha Milošević në Shqipëri do të vinte kasapi i Ballkanit, Arkan, për të takuar me shefin e shërbimit sekret të shtetit asaj kohe, siç edhe ka dëshmuar në një dëshmi publike komandanti dhe presidenti Thaçi? Po apo jo? Si ka mundësi që prej vitit 1995 presidenti i Kosovës, i ndjeri Ibrahim Rugova, shmangi çdo komunikime, çdo takime me Sali Berishën deri ditën kur u nda nga jeta? Është e vërtet apo jo? Si ka mundësi që gjatë qeverisjes tënde Sali u ndoqën, u përndoqën, u arrestuan drejtues të UÇK-s këtu në Tiranë, dhe si ka mundësi që pati edhe akuza për vrasjen e njerëzve të UÇK-s në Shqipëri? Si ka mundësi që e mbylle Berishën e parë me i pushtet, me i Shqipëri të rënuar, ndërsa Kosova kishte më shumë nevojë se kur në atë moment për Shqipërinë e fortë? Si ka mundësi që Kosova shkonte në Rambuje me përfaqësuesit e vet në pranverën e 99-s, ndërsa shqiptarët e Kosovës ishin nisur detyruar të largoheshin nga shtëpitë e tyre, ndërsa ti sulmoje Rambujen dhe Tiranën me zjarr dhe dhunë?